vendosje është e rëndësishme pjesa e krijimit të qeverisë, që aktualisht me ato vota që ka lëviza vetëvendosje dhe me mbështetjen që ka qoftë edhe nga pakicat jo serbe në këtë rast dhe zoti Rashić, nuk i ka votat e mjaftueshme për ta votuar qeverinë e re, dhe kjo parimisht i duhet patjetër ndihma e partive të tjera. Ka zëra Esmeralda që eventualisht ekziston parimisht një lloj marrëveshje me nismen, por prapë edhe kjo nuk është se është e mjaftueshme, pra zoti Kurti i nevojitin patjetër edhe disa vota qoftë të LDK-s, AK-s apo PDK-s për të siguruar 61 e tutje. Ka po ashtu edhe zëra që flasin se LDK-ja ashtu siç ndodhi me rastin e mbështetjes vetëvendosjes për votimin e zotit Rashić si nënkryetar nga pakica serbe, pra mund të ketë deputet edhe nga LDK-ja që mund t'ja mbështesin edhe qeverinë. Kjo gjithmonë duke e pasur parasysh që vendi do të shkojë në zgjedhje patjetër maksimumin e muajit të parë të vitit të ardhshëm, në momentin kur zonja Osmani përfundon mandatin, sepse asnjëra palë, këtë rast asnjëra parti dhe asnjëri, le të themi, krah nuk i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur presidentin. Kështu që mbetet e shihet, por deri me tani është paksa problem të parashikohet se kush me kë mund të bashkëpunojë, sepse po them që të gjitha partitë janë duke bërë ato kalkulimet se si do ju bie më mirë që, le të themi, ndoshta duke mbështetur ose mos mbështetur zotin Kurti në krijimin e qeverisë, cili do të jetë efekti apo ndikimi që ata do ta kenë në garën e balotazhit. Sepse po them është aq mix gara në balotazh, saqë e kanë problem të vendosin aq lehtë se kush me kë të bashkëpunojë dhe mund të ketë pastaj edhe këto kalkulimet që kanë ndodhur dhe pak a shumë kanë qenë edhe në zgjedhjet e kaluara. Esmeralda ka pas veprime të caktuara të LDK-s me vetëvendosjen në atë kohë, ku le të themi Prishtina dhe Prizreni si dy qendrat më të rëndësishme të vendit kanë qenë garë pak a shumë të njëjtë siç janë edhe tash. Por në Prishtinë është ballavaçuar vetëvendosja me LDK, ndërkohë që në Prizren ka qenë PDK-ja me vetëvendosjen. Dhe ka pas domosdoshmë marrëveshje të tilla mes partive se ti do këtë rast në bazë të asaj rezultate që kemi pasur 2021, në atë kohë LDK-ja mori mbështetjen e PDK-s në Prishtinë dhe ofroi mbështetjen e saj në Prizren dhe me këtë rast Shaqir Totaj arriti të rikthehej në komunën e Prizrenit, cilën e kishte në pushtet në atë kohë lëviza vetëvendosje. Kështu që edhe tash nuk përjashtohen këto matematika, ndoshta edhe në raste tjera mund të ketë edhe lëvizje të tilla që eventualisht ndoshta ndryshojnë bashkëpunimet, ndoshta le të themi të tërhiqet një varforme vetëvendosja nga Prishtina për të rikthyer Prizrenin ose ku e di, por kam përshtypjen që lufta më e madhe, të paktën për lëvizjen vetëvendosje, normalisht ajo synon në 12 komunat që është në balotazh, synon që të marrë sa më shumë, por në bazë asaj që apo shohim kryesorën e ka Mitrovicën fillimisht Esmeralda për shkak edhe të atyre huqjeve goxha të mëdha të sondazheve, që bën që zoti Kurti të shkoj përtej asaj që duhet shkonte, pra të kërkoj edhe hetime nga institucionet e drejtësisë dhe sigurisë për këtë çështje. Dhe Prishtina. Po t'ishin aq të sakta, sondazhet dhe exit pollet nuk votojnë njerëzit fare. Nuk bëhen votime hiç, mjafton. Thjesht do bënim ca exit poll dhe edhe mbaronte punën. Ato ja kanë huqur në Amerikë, po. Nuk është e papritshme nga zoti Kurti. Patjetër, domethënë nuk është se ne e zbuluam huqjen në exit poll, po sidoqoftë, pra po them nuk është e papritshme nga zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, sepse e kemi pasur që tash po bën gati 5 vjet që mund ta themi lirisht se nuk është se kanë qenë aq bashkëpunuese miqësor ndaj mediave dhe gjithmonë pastaj kanë shfrytzuar se cilën mundësi që ju është dhënë, le të themi, që ti sulmojnë nga pak, të provojnë ndoshta edhe të fusin kontrollin e tyre në cilin do që kanë pasur mundësi, po megjithatë andej s'po hym tutje sepse e kemi përmend shumë herë. Kështu që ndoshta Prishtina, Gjakova, Prizreni, duke mos e përjashtuar Gjilani në rast se nuk ndryshon diçka me votat e diasporës,
ndoshta do t'jenë, le të themi, gara më interesante, po ashtu edhe peja deri diku, edhe pse atje kemi pastaj kemi një situatë komplet tjetër ku përballet LDK-ja me AK-n. Pra është goxha mix garë, sa që është problem edhe të, le të themi, parashikuan se ku dhe kë mund ta kenë mbështetje. Ajo që mund ta themi lirisht Esmeralda është që në zgjedhjet komunale, dhe kjo është dëshmuar dhe më herët, jo gjithmonë votuesit e partive janë të dëgjueshëm ndaj partive që ju takojnë. E kuptoj, por pra le ta themi si shembull në Prishtinë. Fakti që kemi një garë mes lëvizjeve të vendosje dhe LDK-s, jo me patjetër votuesit e PDK-s mund ta dëgjojnë partinë se kë do ta votojnë. Pra janë pak a shumë kanë edhe një lloj pavarësie votuesit në Kosovë dhe kjo është dëshmuar që të votojnë edhe personin. Ndoshta jo partinë, ndoshta jo ta dëgjojnë partinë e tyre ose ta kenë një preferencë për një parti që veç është ngarë, por luan rol shumë edhe kush janë kandidatët këtë rast. E kuptoj.